Kemi vepra penale të përndjekjes, për shembull, që i shkojnë femrave nga mbrapa. Mirë, kur këta kanë, për shembull, 10 vjet që... për shembull. Mirë, po mirë, kur ka 10 vjet që e përndjek, aty le të rinë burga ju, s'kam... Ore, s'ka me rakun e di që që sështë. Borgjët, ore, nuk të du, ose të kam pas, ik se je ko, i shkon nga mrapa. Se kjo vlerësohet rast pas rasti. Pra, shiko. I shkon nga mrapa. Po doli pra që rast pas rasti s'pas ka kuptim për deri sa ndërhyri gjykata e lartë. Po, dakor, pra, vlerësohet... Sepse numrat janë, shifrat i ka thënë Beja, jo unë, jo Erioni. Ka thënë Beja dhe Erioni. Bashkë edhe Ervisi dhe gjithju. Ka thënë, ore, shko se e keni keq këtë punë. E kupton? Thuaj një herë, thuaj dy herë, thuaj tre herë, tani që u erdi veza këtyre, tani u kujtuan. Ki që kanë më se kanë shkuar gjithë gjyqet për dëm shpërblim Strasburg, edhe vinë këtu dhe thjesht nuk i marrin se nuk ka fond. Normale që e kanë keq. Se i ditë ta japin, nuk bëhet fjala, po. Këtu është i problem shumë i madh. A jemi në vitin 2026, a jemi në një shoqëri që duhet bëhet shembull apo jo? Kush na jep përgjigjen e kësaj? Ja, më jep ti një përgjigje mua. Pse të gjithë gjykata ishte dakord? Si sta njëri për shkak që jo, a fusni kot. Po sepse është vendim njësues. Vendim njësues. Është vendim njësues. Po u bishim gjithë dakord. Të gjithë kanë rënë në një mendje që gjykatat duhet ta arsyetojnë. Shtojmë edhe ca fletë. Mos ka një fuqi madhore që i ka thënë, mbase mos dakordësia ka qenë për të bërë diçka më tepër. Nëse do të përfitojnë qytetarët e thjeshtë, tek niveli i rënies dakord. Dakor, shumë mirë, ja, dakord. Po nëse do të përfitojnë qytetarët e thjeshtë nga kjo iniciativë ose nga ky vendim, është shumë mirë që janë bërë, shumë mirë që janë bërë se fuqitë e mëdha. Çdo zhvillim, shqyrë që janë bërë se bep fuqitë e mëdha, që të përfitojnë edhe këta të veçlit. Po s'u bën se bep ata. A jemi apo si jemi shoqëri për të bërë shembull? Ma jep një përgjigje. Këtu pra. Këtu, si ka thënë profesor Erioni, ka thënë kështu, shqyr që Zoti e mban dorën mbi kokën tonë, se po ta heqë një sekond dorën, këtu bëhet kasapan, se këtu në mendësinë tonë. Pra jemi shoqëri për të bërë shembull. Këtu tha ai që po bën burgje, këtu do të bëhet 10 fishi burgje. A jemi shoqëri për të bërë shembull? Po sigurisht si. Atëherë, nëse jemi shoqëri për të bërë shembull, këtë punë ka bërë prokuroria posaçme. Hajde bëjmë shembull. Një sekond. Po a është prokuroria e trajnuar që të... Ja, shko si qesh Erviti, të gjithë. Ervis, mos ma triq vëmendje një sekond, të lutem. Shikoj çik pamjen e Ervinit regjia, të lutem, shikoj çik çfarë pamje. Si i qeshi buza. A është prokuroria e përgatitur që të bëjë atë arsyetim që ti kërkove, atë arsyetim që ju thatë? Pyetja është e gabuar, është organi i prokurorisë. Organet mirë kanë. Organi, kështu thuhet, është organi i përgatitur për këtë? Organet i kemi parë, mirë i kanë ata. Të presim, të shohim, sepse tash ky ishte për gjykatën, por është edhe për prokurorin. Prokuroria, kur bën një kërkesë për arrest në burg, te pjesa që, domethënë te pjesa e dytë e kërkesës që arsyetohet masa sigurimi, do të thotë pse masa e tjera janë të papërshtatshme, por detyra e prokurorisë është të prova, me çfarë prove e lidh. Ta provoj dyshimin. Që të provosh rrezikun e ikjes, çfarë rreziku ike ka kur ai është në shtëpi. Pra, fati që hyje del nga Shqipëria nuk është rrezik ike, se robi del e vjen prap. Përkundër është rrezik ike kur ka dalë rradhë vjen, domethënë ikës vjen më. Kryerja e veprave tjera penale ke dëshminë e penalitetit pastër. Tregon histori. Prishjen e provave, çfarë prove ka? Ja, prova, sepse ke prova për shkakun që janë prova elektronike, s'ke çfarë prish. Se kemi gjuhë kohë e fundit, prishet prova që i thutit dëshmitarit, ndërkohë shtëpia është në emër të atit. Shif që kjo është e këtij tjetri. Po si mund të shtrosh një provë shpresore me dëshmitar? Eksakt. Kjo na ka ndodhur shpesh. Ore, ç'është kjo? Të prishet prova shkresore me dëshmitar. Dhe në kod procedure civile nuk pyetet si dëshmitar, e ke firmos, i futja vrapit. E fundit fare dhe e mbyllëm, kalojmë direkt te mesazhet. Si do monitorohet kjo gjë? Me vjen për të qeshur. Po gjykata e lartë do bëj. S'marr asgjë seriozisht në këtë vend. Po gjykata e lartë. Veten. Po gjykata e lartë. Organi i gjykatës. Organi i gjykatës. Ke shumë organet, po. Të gjitha organit quhen. Po, organi është... Më kujton një profesorin tonë. Me trup, domethënë, shpërndan përgjegjësinë. Jo, duhet shpërndan.